sërish në studio të nderuar teleshikues, e nisëm aty weekend me protestën e Shqipëria bëhet, por gjithashtu edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, bashkëbisedimin e tij me qytetarë përmes rrjeteve sociale dhe thirrjen e tij për bashkim në protestën e madhe të 22 dhjetorit. Duket se protestat janë kryefjala e ditës në mbyllje të muajit dhjetor dhe në mbylljen e vitit 2025. Unë do doja pikërisht në këtë momente të ndiqnim edhe një herë deklaratën e zotit Berisha drejtuar jo vetëm qytetarëve, jo vetëm mbështetësve dhe militantëve të Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe vetë atyre të Shqipëria bëhet apo të Partisë Agron-Shehaj për të bashkuar protestës së tij të 22 dhjetorit. E ndjekim së bashku. Ne jemi një diktaturë, e dim si luftohen diktaturat dhe ne do i përvishëm i diktaturës. Edi Rama të ardhme nuk ka. Ne japim sinjalin e parë me datën 22 për të vazhduar gjerë në largimin e tij. Por, si njerëz të gjitha ata që janë të betur në misionin e tyre për të larguar këtë diktaturë, duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me bataljen shpinde aty. Ngujimi i grupit parlamentar është një akt absolutisht ndër më të mundshmit, por gjithçka, asgjë nuk përjashtohet. Asgjë nuk përjashtohet. Besoj se rrëzimin e diktaturës duhet ta bëj populli shqiptar. Sot jemi të betur që nuk do t'i ndahemi gjerë në largimin e tij nga pushteti. Ne kemi ftuar të gjitha partitë. Ka një problem, opozit dhe pseudo-opozit, apo opozit e opozitës. Ju e pat ku përfundoi Shabani në gjirin e Tiranës. Unë përshtes zotin Llapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë tij, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu, por ambiguiteti i tyre dhe krahasimi që bëjnë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, dëshmon se janë në një pozicion opozit e opozitës. E në të njëjtën kohë që kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha bënte këtë bashkëbisedim me qytetarët nëpërmjet rrjeteve sociale dhe rikujtonte edhe një herë protestën e madhe të thirrur nga Partia Demokratike, një protest po zhvillohej përpara kryeministrisë dhe pikërisht protesta e Shqipëria bëhej, qytetarë të cilët mbështesin Adriatik Llapaj në 13 ditët e tij përballë kryeministrisë. E gjënisja të madhe, të Sëmirës, për pas të keqes, vëzër motra, ka vetëm dy palë, banditët që ne kanë marrë peng, dhe popull i nështruar, hajdutët dhe njërzit e ndershëm, bashkohuni! Ta din mirë, se nuk më tromin, ta din mirë, se kanë të bëjnë përballë me një njeri që e ka marrë vendimin e jetës, nuk ka kthim pas. Ju duar trokitjet madhe për ata funksionarë të drejtësisë që po përballen me këtë kancer malign. Drejtësi, 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 drejtësi. Dorhiqu, 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 dorhiqu. Ju bëjthirje në rrallë të parë studentëve në nxënësve të Republikë Shqipërisë, ngrihu një njerëz që nuk e pranojmë që ne jemi me 60% analfabet. E pra, kjo ishte një pjesë e gjithçka e të rëndësishme që ndodhi gjatë ditës sotme. Duket sikur në këtë fund viti shqiptarët po mendojnë më pak të festojnë edhe më shumë të protestojnë.
është një zë ndryshe dhe unë do dua ta diskutoj këtë me Albana Nexhipi nga Metropol Post, gazetare e cila na bashkohet sot për të diskutuar në lidhje me këtë predispozit të shqiptarëve drejt protestave, drejt ngritjes së zërit. Duket Albana sikur diçka ka ndryshuar gjatë këtij viti. E dashur Suela, unë do doja shumë të ishte një predispozit e shqiptarëve për të protestuar dhe për të ndryshuar diçka, por momentin që shfaqej sinkroni i Berishës ishte një déjà vu. Ne kemi kaq vjet që dëgjojmë Berishën që del dhe thotë vetëm protesta, do të argëzojmë, protesta, duhet hiki, duhet japi dorëheqjen dhe jemi dëshmimtarë edhe ti dhe unë dhe kush e ka ndjekur politikën që Rama nga këto dorëhiqu dhe hike dhe hajde dhe shtyu, Rama nuk është se nga njëri vesh i hyn nga tjetri i dalin. Nuk është nanoja, pas po i mban mend protestat që bëri atëherë Berisha, nanoik, që pastaj ai dha dorëheqjen. Ramës këtej hyn dhe këtej dalin. Dhe është për shembull protesta që ka nisur. Mua më bën një gjë përshtypje të tëra protestat e kampit opozitaar. Përfshit e këto të Adriatik Lapajt, që në fakt është një shfaqje shumë e bukur për të parë. Pra ti e shef me ai në fillim vajti vuri një karige, pastaj hoqi një, sikur ishte dhëndër, hoqi një brisk aty urua para kryeministrisë. U mblodhen nga 5, nga 10, nga 15. Kjo është një shfaqje shumë e bukur për të parë. Por nuk më duket një protest e cila do të mbledhi shumë shqiptarë, sepse që ti të bësh një protest, ti duhet kesh një motiv dhe të thuash Rama ik dhe hajde mblidhemi se Rama duhet hiki. Ky nuk është motiv. Unë që të dalë në shesh, kam nevojë për një ideal që është ndryshe nga idealet që më kanë ardhur deri më tani. Berisha nuk ma jep idealin ndryshe. Nuk po shoh asgjë ndryshe as te Adriatik Lapaj që thotë dorëhiqu, do ikësh, nuk pinuj këto me Ramën. Bërtit sa dush ti, ka fjetur Lulzim Basha me çadra, u mblodhen të gjithë demokratët, u shtrin aty e u ndërën e nuk. Iku gjë Rama? Me sa e mban mend jo. Tashti do ndodhi e njëjta gjë. Rama nuk do t'iki. Rama nuk do t'iki në këtë farë forme, sepse patjetër nëse ti gjen një ideal, po themun politik, se këta tani për shembull po mbështesin drejtësinë për shembull, Teza që hedhin këta tash është bravo drejtësia, ta mbështesim se kanë betejë të fortë. Unë jam dakord. Kjo është, por kjo është një gjysmë, një çerek i vogël. Nuk ngrihen shqiptarët të dalin në shesh për të rrëzuar një pushtet dhe të sjellin prap me në krye të opozitës Berishën, për të bërë një rotacion atë që presim neve. Pra, si do t'jetë në ballë të kampit opozitar, pavarësisht se ka zëra të rinj, që është Agron Shehaj, që është Adriatik Lapaj, pavarësisht se ka zëra të rinj në ballë të opozitës, ti ke prap një njeri që ka 30 vjet në skenën politike dhe nuk të motivon, të demotivon. Pra figura e këtij që është aty prej 30 vjetësh, qoftë edhe mungesa pastaj e një nuk ka motiv, pse do dalim në shesh? Do rrëzojmë Ramën. Si do ta rrëzojmë Ramën? Ata kërkojnë qeveri teknike, kërkojnë që Rama të largohet, kjo dhe për shkak, duke nisur së pari përpara rregullsit, duke folur përpara rregullsit në. Po çdo më thënë kërkojnë qeveri teknike. Kujt ja kërkojnë qeverin teknike? Ramës. Do t'ua japi Rama. Ramës i kërkojnë. Pasi ka bërë tërë zullumet për problemet që ka hasur ai me kabinetin e tij qeveritar dhe me radhë, nuk të mjaftojnë të gjitha këto. Jo, mua të tëra këto më mjaftojnë, por kjo ka të bëjë me ndërgjegjën politike të Ramës. Kjo ka të bëjë me ndërgjegjën politike të Ramës, nëse Rama është një politikan par excellence, mirëfilli, që ka një dinjitet politike dhe ka atë setër, siç bëri Nanoa në 2005, dhe dorëheqje Niku. Por Rama nuk e ka këtë, Ramës nuk i bën përshtypje fare kjo lloj-lloje. Mor po fare, e shef nga lart si një teatr, çapo ndodh poshtë tek obori kryeministrisë. Nuk i bën përshtypje fare, prandaj them, duhet gjetur një tjetër metodologji. Nuk mund t'i thuash ti jep dorëheqjen. Sepse mua më duket absurde ti thua jep dorëheqjen ti duhet të gjesh mekanizma që atë ta detyrosh atë ta jap dorëheqjen. Kanë këta mekanizma po mbështesin drejtësinë, duket sikur është drejtësia. Po mekanizëm është në opozitën në vend të opozitës, është kështu apo jo? Drejtësia po bën punën e vet. Unë nuk se është edhe kjo teza që ti dhe masolle mirë në diskutim. Unë shoh që drejtësia po bën punën e vet, atë që duhet bëj. Opozita nuk mund të arrestojë njerëz. Opozita nuk mund të hetoj njerëz, ajo është detyrë e prokurorit. Spaku po bën atë që duhet të bëjë në fakt. Tani, në qoftë se do të flasim a duhet të japi Rama dorëheqjen,
mbas gjithë tyre që po dalin për zëvendës kryeministren Balluku, mbas të gjithë zëvendës kryeministrave që kanë ngrënë mollë dhe dardha në Baçën e Ramës, na hajde bëjmë si analizë, por prapë Rama nuk do të t'jap dorëheqjen. Rama i ka vënë vetes një vizion, do mbri finishin EBS. Kjo Rama nuk shikon më tash timajtës djathtas, do të mbri atë finish. Ka lidhur pjesët se edhe Evropës nuk intereson tashti të prish atë marrëdhënie që ka vendosur me kreun e qeverisë. Pra është arritur një farë, po themun, harmonizimi, pra ata kanë rënë dakord që ne së bashku do të shkojmë deri në këtë pikë, pra do të fusim Shqipërinë në Evropë deri në 2030. Kështu që Rama të dalin të tërë, edhe unë edhe ti bashk, Rama e ka syrin për... Por a nuk është ky një imazh i keq për Evropën? A nuk do të pengojnë të gjitha këto akuza për korrupsion, pikërisht procesin e integrimit? Ka pasur ndonjë vit që kur është shpallur demokracia në Shqipëri që nuk ka nëvluar akuzat për korrupsion? Ajo skena, për shembull, skena që u bë në parlament me atë fishek zjarren. Një nga pyetjet e mia ishte, ore, pse e bën këta këtë skenën? Dhe pyetja një mikeshën time, që ajo është demokrate në fakt. Thash, e ndoqja thash me shumë vëmendje, nuk mora vesh, thash, pse e bët atë skenë? Se ka një motiv. Pra nuk mund ngrem një mëngjes të bukur, u çmenda dhe do bëj një protestë. Kam një motiv. Cili është motivi? Nuk e kuptova, i thashun, ishin po themën ata po protestonin kundër rikthimit të Ballukut në detyrë, apo protestonin kundër vendosjes së Shabanit në krye të avokatit të popullit, dhe përgjigjja ishte po protestonin në përgjithësi. Pra, ti nuk mund të protestosh në përgjithësi. Ti ke një fokus shumë të qartë. Në kampin opozitar, ai që mua më duket më i fokusuar, është Agim ky Agron Shehaj. Agron Shehaj është më i fokusuar. Ai ri hera herës, gjithmonë duke ndjekur lëvizjet e Ramës, dhe hedh për diskutim në publik, po themun teza dhe tema për të cilat ja vlen të reflektosh, e ndoshta në një të ardhme, jo tani, të ngrihesh. Pra ai, përmes ligjërimit vet politik, u tregon shqiptarëve ku Rama e ka gabim. Sepse unë ngrihem, po duhet ma tregosh mua ku Rama e ka gabim. Kur them mua, e kam fjalën për popullin, sepse unë dhe ti mund të shohim shumë, pra ne të dyja po të bëjmë një diskutim, po themën për te kamerave, jemi... Por, duhet ja bësh të qartë që të dalim masa, dhe të ndodhi kjo përmbysje që këta presin, duhet t'ja shpjegosh me mollë me dardha pse populli duhet ngrihet. A ka një mënyrë që shqiptarët me të vërtetë të dalin në protesta, pasi shpesh idhet ajo ideja që nuk është e mundur që të shkullë shqiptarët nga kafenet. Është kjo sa ata janë pasiv apo nuk kanë besim të këta politikanë? Nuk është çështje pasiviteti e dashur. Duhet ta dish që Shqipëria ka qështë. Shqiptarët janë të detyruar të punojnë dhe të hambuk në këtë vend. Cilët shqiptarë do të ngrihen në protesta? Ata që punojnë në përministrira, ata që punojnë në administratën publike, ata që kanë vajzën djalin, se ne kaq jemi. Sa kemi mbetur tani? 2.3 apo 2.7? Sa jemi? Le ta themi 2.3 ose 2.5 ka pak rëndësi. Apo do të thotë ne jemi një vend i vogël dhe jemi shumë të ndërlidhur. Jemi të ndërlidhur. Ti pret protesta të mëdhaja për të përmbysur një sistem, sepse ndodhi në 90-ën përmbysja dhe unë jam shumë dakord që u ndrua. Problemi është që atje kishte ideal, do të cilëm demokracinë. Tani nuk kam, do ngrimi se do rrëzojmë Ramën, po pse çu bë Rama vazo me lule e shtyve ti dhe iku? Pra, unë shoh që kampi opozitar nuk ka një vizion, nuk ka një, po themun, një qëllim të qartë, se duhet të ma shpjegoj dhe mua pse unë do dalë në... Nuk mjafton të ulërasë lapaj atje, dorhiqu poshtë balkonit. Pse tha lapaj dorhiqu do dalë dhe unë të ulërasë? Më jep një motiv, përse ne duhet të bashkohemi? Jo po ka vjedhur Belinda Balluku, do të shkoj në burg. Ti merret pasuria që ka vënë. Më jep një motiv pse unë duhet të dalë në shesh. Dhe ta thash, Shqipëria është një vend shumë i vogël, dhe në protesta me shumë vështirësi do dali vetëm kampi opozitar, që dhe ai ka ta ndisur kokoshin një theli, them unë, se ca i ka marrë mundësia, ca i ka marrë Adriatiku, ca i ka PD-ja, nuk e di ata të Lulit nga janë futur tani, se dhe ata ishë 1% e mirë, nuk e di nga kanë vajtur. Kështu që
Unë e shoh, dakord, ata po bëjnë një gjë, mirë bëjnë, pra po aktivizohen, por duket shumë ndarë dhe për qarë, pavarësisht të thirrjes. nuk kanë ideal, Suela, nuk kanë një ideal. Pra nuk, në momentin që ne na bëm bashkë, se çfarë të bashkon në politikë? Të bëhen 10 protesta për të njëjtën gjë, nuk mund të bëjnë një protestë. Po sepse secili kërkon protagonizëm. Berisha do protagonizmin e vet. Shehaj do protagonizmin e vet. Ky do protagonizmin e vet. Të tërë duan mendin e pare, kupton, sikur janë nga kuçi, duan të tërë në. Me thënë duan, nuk ka. Nuk, me thënë, në momentin që ti nuk ke një ideal, do bëjmë dakord për çfarë do të protestojmë. Okej, do ta argëzojmë Ramën. Si do ta argëzojmë Ramën? Pra duhet të bëjmë një plan. Duhet t'u shpjegojmë shqiptarëve që qeverisja e Ramës është problematike. Pra ka po na krijon një pasojë, 2 pasoja, 3 pasoja, 4 pasoja. Problemi është që Rama i ka qepur gjërat. Rama ka punuar dhe në arenën ndërkombëtare, duke bërë PR, duke bërë një reklam të Shqipërisë, duke u hequr ai lideri, po themun botëror që zgjidh edhe negocion edhe. Pra Rama, për të keqen tonë, se nuk është mburur, do të thënë nuk jam duke e mburur, por për të keqen tonë, Rama është treguar vizionar dhe i mençur, i ka kopsitur të tëra gjërat dhe nuk i sheh fare këto. Ka vendosur marrëdhënien me kampin evropian, me Bashkimin Evropian, do arri këtë qëllimin e vet, të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian, dhe unë jam shumë e sigurt se atë Rama pastaj të bëjë një hap mbrapa, sepse mandej nuk do të ketë më as Rama çfarë t'u ofroj elektoratit. Okej, kësaj radhe ishte do futemi në Evropë. Ai po mandej pasaportën evropiane gjatë fushatës zgjedhore. Po mandej ai nuk do të evropiane pas këtyre skandaleve në kabinetin e tij qeveritar. Po ne po e shohim që ata po firmosin të tëra gjërat. Nuk kanë refuzuar ndonjë gjë Evropa, apo ndoshta se kam parë, më korrigjo. Apo i firmosin të tëra ato si e kanë emrin kapitujt. Më kupton? Apo i firmosin të tëra. Ke parë ndonjë, nuk i firmosim se ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo, ke parë ndonjë reagim? Kapitulli i korrupsionit është ende i hapur, pa diskutim, dhe a nuk është momenti që Rama të reflektoj pas e disa prej anëtarëve të kabinetit të tij qeveritar? E dashur, është momenti që të reflektoj, jo tani, po që kur ka marrë pushtetin. Problemi është a do të jap dorëheqjen dhe të hapi derën të rinjve. Se pas Rama reflekton, atje ke me vetë, ke studio e vetë, i vë gishtin kokës edhe reflekton. Problemi është që ne nuk e shohim tani. Ne mund ta shohim më vonë nëse do ta shohim. Unë dyshoj që ai ka ndërmend të ndryshojë ndonjë gjë, por gjithsesi reflektimi i Ramës nuk i bën funksionale protestat pa një motiv. Unë nuk i shoh fare funksionale, bëj shumë mirë që aktivizohen, bëj shumë mirë që kanë bërë kalendarin sot dalun nesër del ti pas nesër del tjetri, kështu si me shishe qumshi, por prapë më duket një opozitë fragmentarizuar, e cila nuk ofron asgjë në treg, pra nuk të motivon që ti të dalësh, sidomos kur prapë në krye të kësaj opozite qëndron imazhi i Sali Berishës. Ndërkohë që unë të shoh mosbesuese edhe për sa i përket të rinjve, ata të cilët nuk e kanë pranuar këtë imazh, por nuk u bashkohen me Partinë Demokratike as në fushatën zgjedhore. Ndaj kujt? Ndaj Adriatikut, ndaj Endri Shabanit, se ka pasur diskutime. Unë po them, ndaj Adriatikut, do të thënë më tepër Lapa i bën, po them unë, bën një krijon atmosferë, por nuk duket atmosferë me benefit. Pra krijon hilaritet, disi të tërheq vëmendjen, por nuk ka impakt politik. Dhe unë ja shoh si defekt këtë, më kupton? Ndërkohë që Endri Shabani mori një post të ri tani. Mire bëri takzoi. Akuzuan apo mund të quhet që u bë sebeb edhe për gjitha të rëmujë dhe trazir në parlament. Që mua më duk një komplet një absurditet, sepse tjetri është futur politikës për të arritur qëllimet vetat. Dhe nuk ka jo po su tregua besnik, jo po tradhtoi, ati u dha një shans, e mori. Është normale. Më falë, do thuash që kjo është një sjellje normale që duhet të bëjë një politikan. Po sa herë ka bërë negociata Meta me Berishën, pastaj Meta me Ramën. Sa herë mban mend në gjithë qeverisjen që kanë bërë. A e mban mend se kalonte Meta njëherë majt asnjëherë djathtas? A nuk solli kjo dobësimin e tij politike të partisë së tij politike pastaj, sepse çdo gjë lexohet në kohë dhe populli nuk haron kurrë. Ti mendon që Endri Shabani do mbarojë avokaturën e popullit dhe pastaj do t'i futet pra politikës? Unë them që do dali avash nga skena, sepse mbyll një cikël të vetin. Siç ka ndodhur me shumë ata që janë bërë, që kanë marrë postin e avokatit popullit, unë nuk i kam parë më në skenën
si kam parë më në skenën politike. Janë tërhequr. Nuk e di për çfarë arsye, por janë tërhequr. Mund të jetë fati i këtij. Nuk e di, e kupton? Por ai, në momentin që u dha një shans i caktuar, ai bëri kompromise që kanë bërë shumë të tjerë. Dhe siç do ta bëni në çdo vend të botës. Dhe unë po them, e dobësoj Metën. Metën nuk e dobësuan koalicionet e dashur para njerëzve. E dobësuan lëvizjet politike të Ramës, që në momentin që i dha presidencën, dhe Rama ja premtoi, kur të dalësh ta të mbarosh të lësh presidencën, LSI nuk e ke më, e ke të shkrirë. Dhe kanë qenë sinkrone, janë transmetuar gjërësisht. Kështu që tashti se Rama ka vizion politik dhe i futet kundërshtarit dhe ndjer jashtë, bravo i qoftë. E kupton? Në pikpamje po them mund të lojë së ngushtë politike. Pastaj në pikpamje të një mirëqeverisje të një vendi kur neve shohim dhe çfarë nuk dëgjojmë, jo po 300 apartamente, jo po USB-ja me ku diun kaq faqe materiale. Ndihesh pak i shtrydhur, i varfruar, i abuzuar, dhe pastaj këto duhen derisa të zbardhen plotësisht, po them, unë duhen marrë dhe me relativitet, sepse është dhe opozita për shembull që fryn pjesët që nuk, si më thënë, dialogjet, e kupton? Që shkëmbejnë ata, fryn pjesët më bombastike, pra që të rreqin audiencën, duke ju shmangur ndonjëherë ndoshta edhe thelbit, edhe faktit, edhe ose fjalë që të cilat mund të nxirren nga paragrafi, e kuptoj se çfarë do të thotë. Që nxirren nga konteksti, bravo. Do të thënë duhet të rim pak sa të zbardhet tamam diçka të zbardhet edhe drejtësia për të kuptuar të thotë fjalën e saj, po. Po, a pengohet drejtësia nëse një ministër apo deputet vazhdon që të qëndrojë në funksion? A duhet ndonjëherë në Shqipëri të përqafohet ajo politik, ajo tradita e dorëheqjes, e dhënies? Unë ta thash që në fillim ka të bëjë me dinjitetin e politikanit. Deri më tani, në sa vjet demokraci u bëm, 30 e ca vjet, vetëm Nanoja e ka pasur këtë virtyt, po them, politik. Pjesa tjetër asnjë nuk e ka pasur, nuk ka pas Berisha, Rama, dhe kurse kanë pasur këta të dy, as të tjerët nuk ma do... Në fund të këtij viti 2025, një viti zgjedhor në Shqipëri, zgjedhjet të cilat patën shumë debate dhe kundërshtitje që na prodhuan edhe një parlament me kaq shumë mandate shumice. Cili do të ishte një paragraf i fundit, një konkluzion i asaj çka përjetuam këtë vit në politikën në Shqipëri dhe asaj që presin në 2026-ën? Deri në 2030-ën unë kam ndarë mendje nuk do të presim asnjë gjë, përveç se të shohim a do futet Rama në Evropë apo jo. Në momentin që Rama nuk na fut në Evropë, në momentin që Evropa vazhdon prapë jo po kapitulli aq, jo po shtesa kaq, jo po shtojca kaq, atëherë ne mund të ulemi dhe të flasim edhe për protestat që do Berisha, dhe për dorëheqjen që do Lapaj, edhe për shumë elemente të tjerë. Ne futemi në 2026-ën, kështu që mua vjen keq për 4 vjet me radhë. Ata mund të vënë dhe çadrat siç i vuri Luli një farkohe, do detyrojmë prapë t'i marrin, t'i heqin, t'i vënë t'i kështu, sepse deri në 2030-ën vetëm po e hoqi Deus ex machina, vetëm po ndodhi kjo, vetëm vjen nga lart, o e heq o Amerika ose Evropa. Nëse ndodh Deus ex machina. Nga brenda si cinizëm, por në fakt kam frikë se më duket si realizëm, më vjen pak për të qeshur sepse intervista që kisha pak më parë, eksperti i sigurisë më tha që ne shqiptarët mendojmë vetëm sot për sot dhe nuk dim të bëjmë plane 5 vjeçare apo 10 vjeçare, pas kemi njëri i cili e hedh vështrimin dhe mendon edhe deri 5 vjet më tej. Ti edhe Rama. Tash, vetëm po pati ndonjë Deus ex machina nga Amerika dhe nga që ti marri gjithë kokat më të vjetra të politikës dhe tu thotë, okej, kaq deri këtu mjaft për interesa më të mëdha se sa do jepni dorëheqjen, do të riqeni. Vetëm nëse ndodh kjo. Nëse nuk ndodh kjo, Rama do të jetë aty deri në 2030-ën dhe pjesa tjetër le të vazhdoj të këndoj, të ulurasi, të bërtasi, të floj poshtë kryeministrisë. Falenderoj shumë Albana që ndave këto mendime me ne. Shpresoj që të mos i kesh parashikime të vërteta, pra inshallah dhe unë do doja shumë. Të vërtet, për faktin se sigurisht jo se ja bëhem me njërin pala për tjetrën, po sepse më pëlqen shumë ndryshimi, më pëlqen që të frynë era të reja. Dhe mua më pëlqen adrenalina e rinisë, edhe ndryshimi më pëlqen shumë. Po sepse jemi në dhjetojnë e rinisë. Por duke, po, ke të drejtë, por duke parë faktet, unë jam e detyruar të lexoj faktet. Këto janë letrat që kemi përpara.
Unë edhe mund të bëhem militantet e bravo, lapa, i doli aty, mbeti vetëm. Nuk ka benefit. Pra përveç se do karikoj paksa 5, 10, 20, 30 të rinj, asnjë gjë nuk do. Pra unë jam e detyruar të them atë çfarë unë shoh se do të ndodhi realisht me politikën deri në 2030-ën. Siç e shohim tani. Falenderoj shumë Albana që ishe me ne, ne të presim gjithmonë në studion e A2-shit, pse jo, për çështje të tilla kaq shumë të rëndësishme dhe për çështje më të rëndësishme akoma siç janë letërsia dhe përkthimi dhe arsimi, të cilat e di që i ke shumë për zemër dhe i vlerëson. Të nderuar teleshikues, duke përcjellur Albana Rexhipin, ne këtu japim fund A2 Weekend për ditën e sotme. Do të rikthehemi përsëri nesër në orën 15. Për momentin nuk kujtoj faqen tonë të internetit a2cnn.com, gjithashtu edhe rrjetet sociale apo YouTube-in ku ju mundet të gjeni të gjitha intervistat cilat